Zoti, mund që unë ju respektoj si një deputet i ri dhe më vjen keq që një djalë i ri si ti vjen këtu dhe na flet si dikur në këtë sallë flisnin për luftën e klasave. Jo i këtij, jo i atij. Ndoshta edhe ti në jetën tënde politike do të ftillohesh dhe do ikish nga aty ku je dhe mund të shkosh në një formacion tjetër politik. Dhe mirë do bësh që të lëvizish aty ku je. Sepse ky vend e ka vuajtur luftën kundër kapitalizmit, siç e quanin në këtë sallë. Para 36 vitesh në këtë sallë flitej siç folet ti këtu. Kundër kulagëve, kundër pronës. Përmende këtu emra biznesmenësh të cilët paguajnë taksat dhe ndërkohë që me një pjesë të taksave tyre paguhet edhe paga jote. Dhe ndërkohë nëse ke diçka konkrete kundër këtyre biznesmenëve, mund shkosh ti denoncosh në prokurori. Por askush nuk ka thënë që ajo foltore mund përdoret për populizëm mjeran kundër atyre që investojnë në Shqipëri. Dhe ndërkohë që ato që the për portet nuk është as pak e vërtet, unë mund të them dhe dëgjova këtu një deputet Durrësit që foli për portin në Porto Romano nga kompania MBM. Ai port sot ka vetëm 20% kapacitetit vet të zënë dhe që ka hapësirë për një koleg të opozitës që ngriti shqetësimin që ne s'do kemi hapësirë edhe 80%. Kështu që mos u shqetësoni, kjo qeveri ka planifikuar si duhet kapacitetet tona përpunuese në sektorin e transportit detar dhe ai port atje është shembulli më i mirë se si kjo qeveri ka ditur të planifikojë në kohë dhe sot aty kemi një prej porteve me aftësitë përpunuese më të mëdha në detin Adriatik. Faleminderit.